Ky emision mundësohet nga Shëndetje Arjan, përshëndetje vlla. Gjibon, Majri, Merë taj merë. Si shkon merë? Majri me shkon që? Si do Prishtina? Prishtina shumë rëmuj me vetura, krasim me Tetona dhe Shkupin, ama Do bëhet merë. dhe bot Majri. Prajt pak se do bëhet merë. Libra lexoni ma shumë, Komunikacion. Po, Vërni libra, lezoni, e ne këthejmë një pi lektyrës të parë Lulja kujtimit, e renë deri te si kishte ky Dostojevski. Fajt një krejt renë. si shkon puna? Mirë shumë, faleminderit mas pari që ke ardhur, është privilegj kënaqësi për neve që nga Maqedonia e Veriut, vëllezërit tonë Kryojnë të ne krijojnë diçka speciale si ju personalisht. Nderit. Prandaj edhe nëse kam prit me ardhur me po një intervistë bashkë, përndryshe nuk të është unë ambasadori i Kosovës me po se të rizmi ty unë e ju, se kisha gjelëzu shumë. Përshëndesim ambasadori. Florin që ja, për e kom familjar, djali Allës. Po, pikrisht që të kam zgjedh ti, është ajo që ti je shumë i lidhur me tetovarët, po edhe me shqiptarët e Maqedonisë, edhe shumë ndjekin atje, që pse mos e bën një emision Shpajrë të kom. Shpajrë të me. Ne mundohemi të jemi, domethënë ne ndonjëherë në Maqedonisë ndjehemi si ato prindërit që i harrojnë fëmijët, po. Fëmijët e harruar ndonjëherë, shumicën e kohës, 28 nëntori na kujtojnë ne. Për fat keq nuk do të mbetemi veç me një 28 nëntor, po kështu i ka ardhur puna. Përndryshe Allah, unë lidhjen me Maqedoninë e Veriut nuk kam se kam diçka në familje për të qenë realist, por që nuk e harroj kur në kohën e luftës, kam mund t'jem edhe unë një prej atyre refugjatëve, po që në zonën ku isha unë nuk ishte shumë luftë, që zotit s'vaku dikon Të shpëtoj, nuk ka pas luftë, megjithatë për mikpritjen vllazënore, për respektin, për gjithçka që keni bërë për këtë vend, për Kosovën tonë, për shqiptarët e Kosovës, kjo nuk do të harruar kurrë, edhe prandaj e kam kjo është e para arsye që më buron për shpirti që dua të jem me njas. Edhe e dyta për qenë realist, ndoshta për herë të parë po e cek dikun me një medium, kur kam fillu të falem, që kam fillu të praktikoj besimin islam, hoxhallarët e parë kanë qenë prej Maqedonisë së Veriut, prej të parëve se normal unë kam pas edhe qytetin ku jetoj, që kam dëgju ligjeratat një prej tyre Bekir Alimi, nëse nuk prej shpon mja përmenem, edhe kam atë lidhjen gjithmonë mirënjohëse, por edhe një pjesë të veçantë të respektit ja kushtoj Tetovës për shkak të artistëve artit në zhandën në aktrimit që kanë edhe janë shumë veçantë. Një prej tyre Mjërin Destari, po Arif Hikmeti. E kështu me radhë, po ka njerë vllai dashur kanë frikë mos po keq kuptohem, po ju betohem në Zot që e kam me krejt dashnin, me krejt sinqeritetin që unë nuk mund të flas krejt dialektin, se është e pamundur tetovarçe, por e du shumë, e bëj që kam qef shumë mësu. Kështu që ja jap një detyrë vetes një fjalë në ditë me ta shkruaj tetovarç. Gjithë qysh. Edhe mbas një vjetit i ke 365 fjalë të reja. E perfektana ma mirë se ju. Më pëlqen shumë ajo lidhja tash që ja bëjmë emisionit duke përfshi krejt shqiptarët, gjithandaj normalisht dhe po kanë filluar me ata që një herë kanë lidhjen më të ngushtë dhe pastaj normalisht ajo rritet rjeti emisioneve, pse jo të shohim se çka flitni ju të Kosovës për Maqedoninë, dhe vjen shumë mirë që 3 emisione që kam realizuar janë shumë falënderues ndaj shqiptarëve të Maqedonisë. Ajo nuk do të diskutim, edhe diçka valla, nuk do të harrojmë kurrë një që semi për 200 milion edhe me pas ndorje, semi 200 milion shqiptarë, ta mon punë, veç me menu e diçka tillë me pas kodione. Ka si raste, po nuk na ndan asnjë forcë në botë, se jemi qaq të fortë me shpirt e me zemër, jemi qaq të fortë si shqiptar, qaq që jemi të organizuar. Tash të raste të izolume mund me pas në një kujtim në këtë botën, po ajo as nuk duhet mu diskutu. Pra,
ne du të jemi të falenderues ndaj njëri tjetrit, e kemi derën hapur në Maqedoni, jo Kosovë, tjerë në Shqipëri, dikush në Lugin, në Çamëri, ku diun në Kret, ku janë toka shqiptare, në fund punit janë tonat edhe jemi një. Bashkë me mbyll jemi një. Çka është kjo? Bazuka. Ky është aparati me cilin unë funksionoj, një OP2 tyre, një objektiv 600 mm lens për shkak të Ngritë pak të shohim. ngraja, ngraj se. Shefe. Më erë duket? Sham. Edhe është i kamufluar për shkak të natyrës punës. Për shkak të natyrës punës, po, se kofsht kanë frikë të mërshme prej njerëzit, dorë zemër kem bo shumë krime ndaj botës shtazore gjithandej, dikon më pak, dikon më shumë, por që për qenë realist tash e kemi një situatë këtë tjetër, se duke postu ne fotograf tjetër segër, dikush më shumë, dikush më pak, është një vërtesim më i gjatë sepse nuk i kanë ditë rëndësinë e natyrës në ekosisteme. S'kan pas informacione pak e hiç. Këtë probleme kemi pas këtë ne që gjyshi tonë ku diun agjallar të ndaj të këto na kanë transferu gjithmonë informacione të gabueshme për kafshë. Edhe këto është problemi që ne kemi pas gjithmonë si predator të rrezikshëm ku diun e kështu me radhë, por që nuk ka qenë e vërtet, sepse ka një rol. Kemi krijuar murin mbrojtës ndaj tyre. Absolutisht. E për me fol për rolin e tyre, na duhet një emision special. Po. Tregon ma për shembull, a ka rrezik në këtë punë, se erdhëm te rreziku. Fol zotit, në Kosovë nuk ka rrezik. Për qenë realist, as në Maqedoni, nuk kemi ndonjë raste që kemi asi kafshë që mund të sulmojnë njeriu bashkë pa kurrësh. Janë disa raste për qenë korrekt me shikues të këtij emisioni fantastik, kur është për shembull ariu me klësh, nuk do të shkojmë afër, ose ujë. A e bën atë vetë mbrojtje? Po, sepse nuk është jaft me ditë se ti nuk e ke për qëllime për që shkaktuar rrezik. Domethënë kjo është shumë e rëndësishme ditë. Edhe tjetra është që për shembull janë disa raste ku mund të jesh i rrezikuar ose për shembull afër falesë ujkut nuk duhet me shku kurrë, sepse edhe ujku nuk arrin me perceptu që ti ke shku me fotografu, a ti mund të jesh kërcen potencial për klysht të tyre, pastaj xhirimi i fotografimi apo xhirimi i gjarprit me helmues në Evropë që kemi dhe ne në Kosovë dhe ju në Maqedoninë e Veriut, vipera moditis apo në përka me bri, sepse janë tre lloje gjithsesi, edhe nipera berus, nipera ursini, por vipera moditis është gjithandej, edhe tek një dhe ju, kur ta xhirojt me pas shumë kujdes, sidomos në Kosovë, kur kujtohet 2023, të imagjinon këtë Kosovën ka qenë vetëm se një dozë kundër helmit të kafshimit të gjarprit. E po tash është situata shumë e mirë, por tash janë furnizuar. Po janë furnizuar shumë mirë, shefër zotit ka gjithandej edhe në ambulanta mjekësore familjare në për Kosovë gjithandej. Okej. Vetëm këtë trakri. Okej. U kry. Sepse po duhet të dërgu pak kalikatina hencit, që i themi ne paroj sa e shpend dhe shtektar dhe jo shtektar. Është një vend super fantastik, po që për fat keq duhet sa më shumë të ruhet. Po është zonë e mbrojtur, është vetëm një zonë e mbrojtur e shpendve në Kosovë. Tregom përveç rrezikut që normalisht është sfidë e tregove. Sfidë tjetër çka ke? Domethënë a e ke copyrightin sfidë? Po. Tash në fund e kam fituar një rast në gjykatë. Okej. E shenja aty. Tek tash e kam fituar një gjykatë me një shtëpi botuese që kishte printu libra me një prej fotografive të mia. Edhe sepse realisht unë nuk jam se i qes tarif apo çmim zotin arujt fotografive. Po për da raste të caktuara, për shembull, nëse është fjala për shkollat me mësu diçka po vedredlo, me mësu shkolla diçka, po kupton, me përfitu, kur njët s'kan kërku para për kësi raste, as që kam nërmen të armen kur, e kem dhuru fotografi, kur ka qenë aksione humanitare, gjithmonë kem shit fotografi, kem dhuru për një zonë të herën e fundit të smuar prej leukemis, që për fat kesh nuk ja doli, por të më thonë
nuk hezitojmë kur një, nuk hezitojmë kur një të kontribuojmë për të mirën e këtij veni me fotografi tona, me videot, kur është fjala që pala tjetër nuk përfiton, po kur përfiton, pala tjetër atëherë do të me se shkel të japën. Edhe po, me copyright ka shumë probleme, jo vetëm po ka plot të tjerë si artist të artit të fotografisë nga Maqedonia e Veriut, nga Kosova, nga Shqipëria, nga Mali, gjithandaj kemi tjetër probleme. Për fat keq, ligji nuk është aq rigoroz. Sikur në ku di unë për Evropë dhe në tjera, sepse edhe ne jemi Evropë, por nuk është aq strikt që me thonë që për kufizon qartë se nuk guxon të preket e drejta autorit. Tu janë disa probleme ligji, po megjithatë tjerë dhe lo, s'kem qa me së gjatë muhabeti kur e dim se jemi shtet që 20 vite, hala se jemi bo 20 vite, edhe jemi rrugës për të konsolidu me ligje, me tutje, me zbatime në tyre, Maqedonia që sa është nga 1992 apo dyta po. Shtet Shqipëria mbi 100 vite, Serbia po ashtu i kanë problemet e njëjta me neve, pra nuk presim ne që Kosova të bëhet ndonjë qyri apo Zvicër e Ballkanit, po që gradualisht po mendoj që po ecën mirë në barë. Regom, nëse dikush do të marrë në një kontribut, do thonë ti e ke caktuar çmimore për mundin tonë, apo? Po varet prej rastit, po them vëlla, sepse ka raste kur ti e shet që nuk është se për shembull do organizate jo qeveritare që e kanë marrë një projekt për shembull e një çmim apo buxhet krejt. Po. Është gjunami ju qit, po, çmim për zotin, ndoshta nganjëherë ja jap fotografinë, video them okay, vendose ti vetë çmimin se s'ka problem. Nganjëherë dhe hiç. Por që, po them, varësisht prej marrëveshjes, prej situatës, prej ne kemi edhe çmimit. Pra domethënë është një, unë ja ka pas hobi që është shumë rëndësi me ditë, mirë po tash e ka profesion. Unë jetoj për kësaj pune. Punoj në televizion, kam dokumentarin tim, përveç televizionit, kam edhe një marrëveshje me administratën e zonave mbrojtjare në Shqipëri, të cilët i falenderoj shumë. Ose që komentu ato. Po, kam shtetësi dy feshtë edhe shqiptare dhe të Kosovës, prandaj edhe më kanë ftuar që të jem ashtu siç e din ti, që kemi ndruar në intervistës, prandaj isha në Librasht për të mbajtur ekspozitë, sepse nuk kam pas dëshirë që ta marr shtetësi dhe mos ta arsyetoj kurrë. Pra, i kam shërbyer shumë dhe shtetit shqiptar. Shumë mirë kjo, domethënë a mundohesh që fotografitë tua ti shqesësh edhe në botën e jashtme, domethënë në këto faqe të televizione? Po, gjithmonë ka interesim? Ka disa burime ku ne mund të aplikojmë me fotografitë tona për kompani ndryshme besa, për organizata ndryshme që ka interesim, sidomos fotografitë natyrës, peizazheve, por që ka rënë interesimi sidomos si fotografive për shkak brenda, për shkak sidomos që bën brenda dhe zonave urbane, ku po që nuk kanë shumë dëshirë me se janë në gokë me këto me si gjana urbane, prandaj edhe ku po që shumë njerëz në përballë gjithandaj kërkojnë më shumë, sidomos tash peizazhe, kafshë të egra, të cilat jetojnë në habitate natyrale kështu me radhë. Pra po, falë Zotit mirë po ecën shëshër, nuk mund të ankohem, sepse do t'ishte turpshme prej të mallit Zot që të them jo është mirë, inshallah Zot kemi shëndetin tjera po ecën mirë, qështë Zotit. Shumë mirë, cila ka qenë fotoja më e mirë që mund ta dallosh prej punës tonë, edhe pse pyetje e vështirë, po. Projektet e domethënë artistit nuk mund dallohen si fëmija njëtë. Po, shumë ke drejt lajdoshën me këtë pyetje që nuk mund dallon kurrë, por që po e dalloj gjithmonë për shkak specifikës dhe lokacionit Dhia e Egër, që quhet Mbretëresha e Alpeve Shqiptare. Në prapavit gjindet Gjeravica, është një prej fotografive që du të me pas shumë fat. Që unë mund shkoj tash edhe 1000 herë, ndoshta pa ndalë kur, por vijin do më thonë kafsha në atë pozicion ku në prapavit jetë kodra si moja më e lartë, spoku në bazë të shënimeve që kemi
në libra shkollor, si moja më e lartë në Kosovë, Gjeravica është prapa vi, 10 egër para, pra, është shumë problem. Alen, është edhe ka qenë pej fotografive të para që është realizuar nga artist shqiptar me aparat, me një cilësi çfarë e keni pas, sepse kaluan afërsisht gati 4 vite po shkojnë tek ajo fotografi, tash është më ndryshe, kanë shkret fotograf edhe tjerë, fotografi shumë mira besa, por që për atë moment ka qenë fotografia më e kërkuar, më e klikuar, më e shpërndar, besa edhe nga ambasada ndryshme edhe kështu me radhë, pra nuk është se kanë nejt njerëz të kotë edhe nuk e kanë vlerësuar, por zotit kanë vlerësuar. Ka ndrejnë këto Jo për momentin, është hekurua në punime si pa qysh peshe edhe vetë, por që do t'jetë së shpejti një linjeri por në Maqedoninë e Veriut. Shpresoj shumë shpejt. Edhe pse Na duhen. vuajmë për lidhje Absolutisht. rrugëve. Absolutisht. Po ta kemi lidhjen shpirtërore këto tjerat, se vinë shkojnë s'ka problem. Tregom, kjo 10 egër është në zhdukje sipër specin zhdukje e rrëdhiguar. Kërstim seriozisht për zhdukje, sepse përveç shqiptarët e zonës kanë gjuajtur mbi të edhe huajt në këtë rast pjesëtar të këforit për fat të keq që kemi informacione të sigurta, kanë gjuajtur edhe gjahtar nga Shqipëria për shkak se atje është ndaluar gjuetia tashmë afër 10 viteve po shkojmë, që në Shqipëri ndalohet gjuetia, edhe kanë shfrytzuar rastin maksimalisht të vinë dhe këtu, pesa nga Molizi kanë ardhur dhe kështu me radhë, por kanë bë një lloj masakre në kafshët e egra të Kosovës, e kanë shfrytzuar shumë keq këtë hapësirë, por që lloji dashun gradualisht po mendoj që me postime, me thirrjet tona për të Ndërlehtësimi se kem po një rol shumë. absolutisht se kem po edhe sot po të garantoj njëjtë që si te ju si te na është e pamundën njerëz me i frigu. Njerëz nuk friguar. Jo. Dalin vrasin se kamera. Po me kur i informon, kur i tregon për rëndësinë e tyre, për shembull, një prej informacione apo ta penar për hir të Zotit, vllazërisht kështu, duke mos e keq përdor hapësirën. Për shembull janë diku 50 miliard shpend shtektar që kalojnë mbi qiellin e planetit çdo vit. Okej. Ata konsumojnë diku 500 deri në 600 milion tonë insekte. Një buf, Po. hut, apo qysh do thuj, han diku mbi 3000 një brenda një viti. Qysh kishim me kon jeta për shembull ata? Çka shumë bona, qysh kishim kontrollu? Ishim izoluar shtëpia. Absolutisht, kej, bravo. Po. Eksakt, pra ishim izoluar shtëpia, as nuk kisha buk. Tash ishim këna e pamundur me një intervistë. Ishte që në pandemi smundje shpërndimeve. Domethënë kjo është kur i tregon atyre që a e dini pse janë kriju këto, pse se kanë pas informacion nuk po llamjoza për të dhe se nuk ka që kem pas në shkencë ornitologjisë ose që kem pas kush e di çfarë ornitolog këtu që kanë mujt me fol nëpër media nëpër. Po tash është situatë këtë tjetër, hajde ta shfrytëzojmë bashkë dhe mos bëjmë më gabime të tilla që kem bëu. E barejte dje një lajm që ka qarkullu për Recebullin në Maqedoni? Në Kërçov, për sfundjer është Po, ajo ishte një fotografi super e mirë në një lesë i kapur nga një Mekajoni atje, që merr shumë mirë, po unë librasht kur kesh, vën har parit, po me tipu e ciki që s'po takon me kënd me sikë. Kështu që foti jot. Ai djali atje ma tregoi një fotografi që kishte realizuar me kamera kurth, Fatmiri, është një punonjës i zonave të mbrojtura atje. Kishte dalë me klysh. Domthon Recebulli me një klysh. Ishte era por që po rritet, po shoqër Zotit. Domthon shoqër Zotit, po. A ka në Kosovë Recebull? Kosovë. Prej krejt karrierës tem, që i kam domethon 14 vite tash kur pa ndal. Po. Vetëm një herë më garon kamera kurth. 14 vite po, vetëm një herë më garon kamera kurth Recebulli Ballkanik Në Kosovë. Po, është një projekt për që kanë po Maqedonia Veriut, Kosova, Shqipëria, që kanë punu bashkë me një organizat ERA, bashkë me ORZM atje. Ti dokumentu. Po, për të punu edhe në
mundësinë për të shumuar, domethënë për projektet me që më ka pëlqyer shumë, është shumë e vështirë. Atje për i kanë vendosur GPS, sa kam informacione unë. Edhe po që jemi në rrugën e ndur, a është specia më rrezikuar? Po, është në kulmin e rrezikshmërisë. Që për fat keq, pra, sicila zonë, pavarësisht në cilin territor, Republikës Kosovës, Maqedonisë Veriut apo Shqipërisë, duhet angazhimin maksimal komplet shteti, me sinqeritetin më të madh për ta ruajtur atë specie. Sepse nëse shumohet, nëse kanë arsye dhe turistë huaj, që shpesh edhe vetë se këtu ka edhe disa lloje të shqiponjave, që shohim shumë shpesh gjithandej. Këtu është ligatina Hencella, është prej ligatinave të vetme më të mëdha që kemi në Kosovë, dikur ka qenë plantacioni peshkut më i madh në Jugosllavi. Tash më nuk ka. Jo, tash jo, për fat keq jo. Por që jemi duke përgatitur për dërguar një përpjekje kujdes tu për Ministrinë për Kace që të kjo zonë të shpallët mbronë strikte mbrojtur, sepse ka edhe peshkatarë dhe gjahtarë të zonës që për fat keq po rasin kafshë të cilat sidomos nga mbretëria e shpendëve, rosa tegra kështu me radhë, edhe pse është shumë afër aeroportit. Janë për 10 vite ku e sheh veten në një qëllim, në një goal që e ke vendos vetes. Për 10 vite dua të mos ndalem për të realizuar 3 dokumentare nga 50 minuta që do të mbesin në arhiv të gjitha troja shqiptare për faunën shqiptare. Okej. Do të përfshirë straight. Absolutisht, dua patjetër. Në vitin që vjen do të shkoj në Maqedoninë Veriut sepse ka informacione atje për një folet të shqiponjës Golden Eagle, shqipës së ardhë që kemi në flamurin kombëtar. Edhe du të me fut një pjesë edhe atje, plus asoj e keni, unë se më kam pas realisht venhar dokumentar për Maqedoninë e Veriut, një lloj të shqiponjës e keni ju atje që është shqiponja perandorake, edhe kam qenë në Veles. Po, Veles. Në Veles të Maqedonisë, edhe kem kalu shumë mirë. Me bashkë mirë kam qenë dhe kam gjiru dhe Shqiponin e artë, edhe aty ka qenë deri te një objekt tu që do shkojmë dhe do kthehemi pastaj. Okay. Shqiponin e artë kam gjiruar në Maqedoninë e Veriut, në zonën e Kërçovës, e objekti atje. Por që po them dua të përfshi të gjitha trojet tona me një dokumentar që se kam një dokumentar që po përgatis special plus librin që do të jetë shiftuar apo drejt. aty. Po. Mundesh edhe këtej ku dush. Po aty mundesh me këtë kjerë pa problem te ai objekti, nuk ka shumë rrugë e keqe. Edhe librin po e përgatis pra dhe dhjetor dhe libri i parë Wild Kosova, që do flas kryesisht për kafshë e gjetura mbi 213 lloje të shpendëve që kam gjetur në zonën e Kosovës gjithandej. Edhe tu kam përfshirë dhe mbretërinë e kafshëve, disa insekte kështu me radhë, do jetë një libër tepër i mirë edhe i duhur edhe për pesalla për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut të Shqipërisë, për shkak se ato janë njëjtat 99% thujse të njëjtat kafshë që kemi ne dhe ju, mund të ketë diçka ndryshim shumë vogël, po jo që pritet ndonjë çapo di ndonjë kafshë që s'mund ta kesh atje, për shembull Maqedoni është më shumë prania e reçebullit ballkanik. Po këto jo, tu t'i përgjigjim në nëse nuk bën ndryshe. Okej. Alo? Po i non, çfarë bën? Ai një mirë. Po, që mirë në Kosovë, nuk kena arme, valin kalu mirë shumë atje, losë shështojnë. Ti? Po. Po, krejt gjithë shka në regull, mi, krejt dorëzu pasaporta, gjithë shka në regull, zoli, losë, mësë më mara keq. Hajde, zavart, për qafi. Hala, shiemi, qau, faleminderit. Edhe, kështu pra do jetë një libër tepër i mirë edhe i mirë sa ardhët për të gjithë shqiptarët ku dëshjen, do të shohim punën time 14 vjeçare në terene, për vështirësitë, do të flas pak edhe për biografinë time aty, për vështirësitë e mia, por në shumicën e rasteve do jenë fotografitë më cilësore, do flas shumë për rëndësinë e tyre në ekosisteme në mënyrë që
libri pra të ketë të ndikim në aspektin e vetisimit. Diego me një ish koleg të fakultetit që është prej këtu, e tregova se me këtë do të inqizoj. Më tha, Ariani është njerë që nuk e vlerëson Kosova aq sa duhet. Edhe thash pse, tha po ndonjëherë edhe për shkak të fajt vetë se nuk imponohet shumë sa duhet, po në krahasim me punën që e bën. Edhe dyta është se ne si popull ne nuk i vlerësojmë këto lloj profesionesh. Për fat keq, vëllai i dashur, ajo që ka thonë shoku kolik prezentuar, sepse unë jam gazetar me profesion, ka punu në media, kam qenë dhe drejtor 3 vite në radio kështu me radhë, është shumë e vërtetë, po këtu në përgjithësi në krejt Ballkanin ku janë shqiptarët, është politika ajo që e bën diferencën e madhe ndërmjet realitetit dhe asaj se çfarë ata kërkojnë. Pra nuk na kanë dhënë hapësi sepse nuk është prioritet për politikën. Domethënë nëse unë tash, sepse unë jam apolitik, nuk dua të nuk i kam këta njerëz, 160.000 njerëz në Facebook në faqen time zyrtare. Benar, nuk i kam këta njerëz për që më ndjekin për politikë. Po nuk është e ndershme edhe pse herën në fundit kam pasur veta që pasha zotin nuk i refuzon secili. Për të qenë dhe mbarsi listës e për të punë direkt në gare për të bënë mundësi shumë fantastike, po nuk e duat oportunizmin që momenti që fillon ti me u bë dikushi, pastaj me thonë, okej, unë tash jam dikushi, do të jo, nuk ka shans, dhe kum lutë zotin, o zot, mos më bërë me qenë ngusht për këta njerëz, se janë njerëz që të nuk kanë besë. Politikanë tonë, 99.9% të rasteve nuk kanë besë. Pra ata qa mund pret ti me të ndihmuni njeri që ditën i thojnë një tjetër kriminal, natën zgjasin dorën bojnë marrëveshje, domethënë, ose gënjeshtar ose çfarë di unë. Pra nuk mund presësh prej tyre që na ndihmojnë neve, të cilët merremi me dokumentimin e faunës. A kam bo mjaftueshëm, unë kam qenë në ministri, sa që më kanë thirrë. Ju jam imponu besa dhe mjaft. Kam bo dhe material që kanë kërku, por në momentin që ti nuk i ofrohesh për të mbledh vota bashkë. Vota, ata nuk jemi i vlerësuar për tyre. Për shembull, nëse e merr këtë takimin e sotit që e din ti me një politikan, ai nuk më ka ftuar mua që 4 viteve sa ka qenë në pushtet. Edhe pse bash tash? Po kështu jemi këta tash, mos më shku, secili prej tyre thotë papshe kë nuk don me qenë pjesë marrës në procesime tona, po do më dush me shku. Po ti ai 4 vite do më ka hub. Më shumë tash besa, nuk të ka ftu kur njët, ton tash. E kjo do më thonë e ti, sepse nuk duhet shumë, nuk dush me pas shkollë, nivelli akademik me mbaru, kur ishe të tilla raste që të mandej dëshprojnë dhe ti vazhdan. Por, kur nuk do të harroj venar. Kam shtetin e të mollit zot fillimisht, dhe bashkëdhëtarëve tonë. Bashkëdhëtarët e kanë bu pjesën më të madhe apo e ka një merit special në këtë rrugtim time. Përveç zotit, po them familjes time që jam me njës, sot janë gjallë pa tjetër, po ashtu dhe miqtë e mi gazetar si ti dhe shumë të tjerë, të cilët më ka dhënë hapësirë televizive, portale kështu me radhë për të folur për punën time për këtë që bëj. Kjo është diçka që domethënë profesioni edhe dhelli jetës specin zhdukje. Shkallë se tjerët e përfshin shumë interesin, domethënë ti e ke të kalu interesin për të fol, për të punu, për dashurinë që e ke për punën, dhe kjo duhet të jepet dora secilit që e ka këtë zell. Pastaj edhe është një armë shumë e fortë që duhet përdorë çdo artist që ta kultivin e pavarësisht artit çfarë zhvillon, modestia, nuk duhesh sepse kemi rri një audiencë ose arro kur një kush ka pru deri në atë pikë, po shumë e rëndësi me qenë edhe unë e kom po që tash pa dash me fol për veten se nuk do të ishte shumë e ndershme, kom po që njerëzit e vlerësojnë shumë modestinë. Nuk mundesh ti me kaq lehtësi ka ardhur një mik, një vëllai joni prej Mazhnisë dhe me filluar një intervistë me ty me kaq lehtë më thonë, ej, nuk po jam në gjendje sot. Është turpshme, është adin s'ka. Unë për vetë ndihem shumë siklet, shumë i stresuar deri sot të mbaroj çet intervistë, sepse ja kam dhënë njërin besën. E ka prej tyre plot që
domethënë se ka problem hiç këtë pjesë e pastaj shumë lehtë edhe humbin autoritetin, e humbin pozitën që kanë tek populli. Edhe prandaj duhet me pas shumë kujdes secili që mbrin tek një pikë, sepse mundet shumë lehtë me rënu atë karrierë për shkak të minimalsisë, për shkak të mos përfilljes së shokëve, kolegëve tonë gazetarë meq pavarësisht. Mendoj se ato që nuk kanë, domethënë që nuk kanë modesti e kanë kriju nivelin e tyre duke u servilos, edhe ndoshta edhe rastësinë kanë arritur diku janë. Dhe ata që e kanë bo rrugën e tyre me djerës, ato e mbajnë mend çdo sekond. Kështu që kjo është shembulli këtij mohabetit jetit. Domethënë ti je ai që e ke ecë rrugën me djerës edhe ka arrit ta mbrojësh modestinë. Në çdo formulë tjetër ai nuk e ka të merituar vendin që e ka. Absolutisht. Ose ajo, normalisht. Me njohja të bën që mos ta me njohja nuk ta thyën kurrizin kur një jetë, me njohja nda njerëzve që kanë bërë mirë, respektin ndaj tyre, duke u nisë fillimisht prej të mallit zot. Po them që sepse mos harro vllai dash ka shumë njerëz që bojnë njëjtën punë, por nuk kanë ndoshta pereqet se din zoti pse ose ku ti on i din arsyet brenda secili zemër, secili se çfarë fshihet. Pra sa më shumë modesti, sa më shumë mirënjohje, sa më shumë respekt për të gjithë ata që na japin mundësi neve, sepse unë për veti e vlerësoj jashtëzakonisht që kjo për shkak e bën një rrugë kogjat që për mashtënisë veriut me respektu vllazërit kosovar. Shqiptarët e Kosovës, se Kosova për paksa jo i mirë. Me i respektu shqiptarët e Kosovës, me ju dhënë mundësi që mi po edhe vllazërit tonë motra në mashtëninë e veriut se çfarë bojnë. Unë do kushte jo të marrë edhe shembull që ta vazhdoj. Absolutisht, po gjithmonë. Mos ta harroj me seksion shumë në nënsi vllave har. Kam qenë në Universitetin e Tetovës, kam ligjëru. Jam prit tepër mirë nga profesor universitar atje në Tetovë, që nuk ja u harroj kurrë. Edhe unë mendoj që epicendra e bujarisë, respektit, mirësjelljes edhe dashnisë për shqiptarët ku do që janë është Tetova. Qa kjo më duket që është epicendra se çysh duhet me vlerësu njerëz të gjitha anëve. Unë s'po ku kështu mendoj se një kolbazo kritika në Facebook. Pse pak Tetova e kemi edhe Kubanove, kemi edhe Gostivare, kemi edhe Kudiun, po unë kom folë veç për ato sa unë kam informacion dhe për çka buron nga zemra. Ti flet, janë të mdalë fjetat këtë. Kjo është Qafka e madhe e bardh, Ardhja Alba, është prej atyre shtektarëve që më shumë e shohin prezent gjatë dimrit tash tek ne, e që po të fatim me po bashkë. Po, nëse dënë me lidhë historie, muj me ta dërgu si fotografi, për ta ilustru. Po, për ta ilustru. Shumë mirë, ta shohin edhe njerëzit, se jo, pse veç jetë në ti. Po. Kur bëhet flesh, cili është mendimi për profesionin tonë? Profesionin që kemi ne është pak më ndryshe, nuk vlen një njeri që edhe ti, ros në jatë, për shembull nesër, ka ardhur Dua Lipa, po e marrë një vajzë që na ka bëu krenar Kreven, Prishtinë edhe e ke organizu një intervistë përmes Njerëzve, po. Është një farë krenarie që nesër kime dalë me intervistu një vajzë që është në kulmin e apo në mojat e listave botërore në botë që është shqiptare, sepse atë është po ashtu modeste, nëse dhe ke taku e shelle vetë që është ti për njeri thjesht dhe edhe i dashur me krejt shqiptarët ku të që janë, edhe ne kur flajmë edhe unë që për dhe mu konkuroj me vetën për diçka më ekskluzive, nuk e kemi letër u gjumin. Po. Për shembull, nona jem ka punu në katasë dhe gjeodezi zyrtare, s'ka prit nesër me kur shkon në zyre me po aty Dokumenta ndryshme. Dokumenta ndryshme me kushtet çka domun. Ideja soi ka qenë që okay, nesër mundim me kon ditë më e qetë, ose më e lodhshme. Kryesisht hanën atje ka pas shumë njerëz që kanë shku, edhe të premtën për shembull. Po. Po ditë tjera kanë qenë më të qeta, po ne që gjithmonë domun jemi gazetaria përgjithësi ekrani në kërkim të
ekskluzivitete të reja, natyrisht gjumin nuk e kemi edhe bashkë shumë. Ne kortizolin e kemi nalt. Po, kortizolit, gjithmonë niveli i kortizolit, stresit, ankthit, kështu me radhë. Po, ashtu është e natyrshme këtë. Shumë faleminderit, është kënaqësi e madhe që do të kem thjesht edhe personale kënaqësia, po edhe atyre që na ndjekin emisionin, secili që i kom tregu në Maqedoni kënd do ta kem, secili ka njoftë, domethënë është mbi të gjitha merite jotja për me qenë ti këtu, edhe është kënaqësia ime. Faleminderit ty Venhar, faleminderit të çdo shqiptari në Republikën e Maqedonisë së Veriut, zemra ju gëzoft që qëndrojnë aty përkundër sfidave që i kanë, aq më pak tashme politike, që është që shpesh diçka njëjtë. Pra, që qëndrojnë të fortë, e kanë rujt gjuhën, e kanë rujt traditat, e kanë rujt besimet fetare, e kanë rujt këtë to, përkundër po them se janë në një vend që nuk është se është respektuar shumë e drejta për të shprehur lirisht aty. Megjithatë, shumë dashni për të gjithë shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, edhe shumë faleminderit që më mbështesin, e u jam e njohës gjithmonë, le ta dinë mirë çdo shqiptar i Maqedonisë së Veriut që në këtë sukses, në këtë rrugtim timin, edhe ata janë pjesëmarrës në këtë rrugtim. Natyrisht, ti faleminderit gjithmonë. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga